Përshëndetje, a e keni parë diellin në ëndër? Bëuni gati se drita po vjen në jetën tënde. Ky nuk është thjesht një imazh, por një vulkan mbarësie që po të troket në derë. Por kujdes, ka disa shenja kur dielli mund t'ju japë mbarësi, por ka dhe shenja të tjera kur duhet të keni kujdes. Ndaj, është e mira ta dëgjoni këtë video deri në fund që të shikoni të gjitha rastet e diellit në ëndër. Dielli nuk të vjen kot në ëndër, ai është mbreti i universit dhe kur të del në ëndër po të thotë mjaft me errësirë, mjaft me lot, mjaft me dyshime. Sot do të zbërthejmë çdo rreze që keni parë, a ju dogji syt, a ju hyri në dhomë, a e pa duke lindur matan maleve, në mëngjes apo në mbrëmje. Nëse e ke parë me eklips, të gjitha këto kanë një shpjegim. Nëse je në një periudhë ku po kërkon një rrugdalje, nëse po pret një përgjigje për fatin tënd. Nëse je në një periudhë që po kërkon një rrugdalje, nëse po pret një përgjigje për fatin tënd, ose thjesht kërkon të dish se kur do të buzëqesh fati, atëherë dëgjoje këtë video. Kjo që do të dëgjoni tani nuk është thjesht një shpjegim ëndrash, por ditari i suksesit tuaj që po shkruhet sot. Le të fillojmë kur dielli shkëlqen si flak, si ai dielli në mesditë që ngrihet lart në qiell. Çfarë tregon ëndra? Kjo ëndër është për ata që do të prekin majat. Nëse ke parë këtë diell që shndrit aq fort sa të vret syt dhe të ndriçon rrugën, atëherë bëu gati për lartësinë. Ky është momenti yt i art. Sipas librave më të vjetër të interpretimit, ky diell tregon se do të marrësh një post, një titull ose një vlerësim që do të bëj krenar para të gjithëve. Ai diell po djeg armiqtë e tu, po djeg theshë themet dhe po të hap rrugën si një mbret. Kush ka patur dyshime për ty, do t'i uli syt kur të shoh duke shkëlqyer. Çdo projekt që ke nisur, çdo punë që e ke bërë me djers, tani do të ketë vlerën e arit. Je në kulmin e fuqive të tua, asgjë nuk të ndal. Ëndra është shumë pozitive. Lindja e diellit. Kush e ka parë diellin duke lindur, qoftë mbi det apo pas maleve, ka parë mëshirën e Zotit. Kjo është ëndra e shërimit dhe e rilindjes. Nëse ke qeni sëmur, kjo dritë po të thotë u shërove. Nëse ke patur borxhe apo halle që të kanë zënë frymën, agimi i diellit tregon se po treten si vesa e mëngjesit. Është koha kur errësira problemeve tua po jep shpirt dhe po lind një epokë e re, një lajm i mirë nga larg, një person që vjen si shpëtimtar, apo mund të kesh një mundësi që ndoshta nuk do të përsëritet dy herë. Kapeni këtë moment, sepse fati po ju thot, nisu se rruga është e jotja. Dielli që hyn brenda në shtëpi. Çfarë tregon kjo ëndër? Kjo është ëndra që çdo familjar do donte ta shihte. Nëse sheh rrezet e diellit që hyn në dhomë, të ulen në krevat apo mbi tryezë, ky është bereqet i pastër. Shtëpia jote nuk do të njohë më mungesë. Ky diell tregon se harmonia do të kthehet mes njerëzve të tu. Nëse ke patur sherre apo ftohtësi në familje, dielli do t'i shkrijë ato akuj. Pritet një fitim i madh parash që vjen nga një burim i papritur ose një gëzim i madh që vjen nga fëmijët apo nipërit. Edhe sikur Zoti ka hapur çatinë e shtëpisë tënde dhe po hedh dritë dhe mbarësi mbi të gjithë ju. Gëzojuni se shtëpia juaj është e bekuar. Kjo ëndër është një ëndër shumë e mirë. Ëndra me eklipsin e diellit, kur fati të vendos në provë. Dëgjoni mirë këtu, se kjo është për ata që ndjen se diçka po gatuhet për ta. Nëse ke parë në ëndër diellin duke u nxirr sikur një dorë e padukshme po e mbulon dritën në mes të ditës, ndalu dhe merr frymë thellë. Ky nuk është një ogur i zi që të shkatërron, por një alarm për jetën tënde. Eklipsi në ëndër tregon se po kalon ose do të kalosh nëpër një tunel të vështirë. Mund të jetë një sfidë e madhe në familje, një goditje e papritur në punë, apo një periudhë ku ndihesh i humbur, sikur askush nuk e kupton dhe rruga jote është e bllokuar. Çfarë do të thotë vërtet kjo ëndër? Universi po të paralajmëron. Kujdes ku shkel.
Ka turbulli rreth teje, ndoshta dikush po mundohet të zërë dritën, ndoshta një vendim i gabuar i joti po të mbulon suksesin. Është koha të bësh pak durim, të mos marrësh vendime të nxituara kur qielli është i zi. Por dëgjoni anën e bukur, se këtu është dhe sekreti. Asnjë eklips në botë nuk zgjat përgjithmonë, ai është thjesht kalimtar. Sipas burimeve më të vjetra të interpretimit, kush e sheh eklipsin dhe nuk trembet, do të thotë se pas stuhisë do të ketë një përmirësim gjigant. Është sikur jeta jote po të bën një reset. Ky eklips po fshin të kaluarën tënde të vështirë që të linjë një dritë e re, shumë më e fortë se e para. Pra nëse je mes vështirësive, kjo ëndër të thotë, edhe pak, duro edhe pak, se drita po vjen dhe do të jetë më e nxehtë se kurrë. Dielli pas reve, loja e fatit që po të sfidon. Dëgjoni me vëmendje ju që keni parë këtë ëndër, se kjo është për ata që ndihen sikur jeta po i tall pak. Nëse në ëndër e shihni diellin që herë del dhe herë fshihet, herë të ngrohtë dhe herë të lë në hije, dhe në fund fare zhduket, këtu keni një mesazh të madh nga universi. Dëgjojeni. Dielli që luan ikën e vjen. Kjo ëndër tregon se ti je në një periudhë pasigurie totale. Një ditë zgjohesh me shpresë të nesërmen të mbulon mërzia. Një ditë të thonë po për një punë apo dashuri, të nesërmen të thonë jo. Po çfarë po të thotë fati? Ti po lëkundesh. Ret janë dyshimet e tua. Janë njerëzit që të rrethojnë dhe të fusin helmin e pasigurisë. Dielli po përpiqet të thotë se suksesi është aty, por ti po lejon ret e të tjerëve të mbulojnë shkëlqimin tënd. Mos u dorëzo se reja e parë që vjen ndoshta vjen për presion. Kur dielli ikën fare. Nëse në ëndër e pe diellin që u mbulua nga ret dhe nuk doli më, ose iku fare nga horizonti, kujdes. Paralajmërim. Kjo do të thotë se një mundësi e art po të ikën nga duart, sepse nuk po vepron dot shpejt. Universi po të thotë, zgjohu, mos i lër gjërat pas dore. Mund të jetë një shenjë një rënje të përkohshme, një periudhë ku do të ndihesh pak i vetmuar ose pa energji. Por dëgjoj këtë sekret, në natyrë dielli nuk ikën kurrë fare, ai shpesh fshihet dhe të teston ty. Sa besim ke ti në errësirë. Kjo ëndër të kërkon që të gjesh dritën brenda vetes kur bota jashtë bëhet gri. Dielli pas reve, rrezet që shpërthejnë. Nëse ret janë aty, por ti sheh rrezet që shpërthejnë anash tyre, kjo është fitoria mbi armiqt. Mesazhi, ti je më i fortë se çdo pengesë. Kushdo që po mundohet të të pengojë në rrugën tënde, do të dështojë turpshëm. Ti je ai lloji dielli që edhe kur e mbulojnë, prap gjen një vrim për të ndriçuar. Bëu gati se suksesi yt do të jetë i zhurmshëm dhe do t'i lërë të gjithë me gojë hapur. Perëndimi i diellit, kur një portë mbyllet që të hapet një më e madhe. Dëgjoni me vëmendje ju që keni parë diellin duke rënë ngadalë në horizont, duke e lyer qiellin me ngjyrën e kuqe dhe portokalli. Kujdes këtu, por ju lutem mos u tremb. Perëndimi në ëndër është mesazhi më i sinqert që universi mund t'ju japë. Fundi i një cikli. Lamtumira e nevojshme. Ky perëndim po të thotë, mjaft më, një fazë e jetës tënde ka arritur në pikën e fundit. Mund të jetë një punë që të ka lodhur shpirtin, një miqësi që nuk jep më asgjë, apo një lidhje dashurie që është bërë si dielli në dimër, ndriçon por nuk të ngroh më. Çfarë do të ndodhë? Universi po të përgatit për një ndarje, por dëgjoje këtu. Mos e mbaj me forcë atë që po ikën. Ky perëndim po të pastron rrugën, po merr atë cikël me vete në errësirë që ti të zgjohesh nesër i lirë. Reflektimi dhe paqja pas stuhisë. Nëse perëndimi në ëndër të ka dhënë një ndjesi qetësie, kjo është shenja e pensionimit të problemeve. Ato halle që të kanë ngrënë bukën dhe të kanë marrë gjumin, po perëndojnë. Mesazhi, ti po gjen paqen. Po kupton se nuk mund të kontrollosh gjithçka. Është koha të ulësh, të marrësh frymë dhe të shohësh se si universi
po i rregullon gjërat për ty, pa patur nevojë të luftosh me mullitë e erës. Premtimi i madh, rilindja. Mbajini mend mirë, dielli nuk vdes kurrë, ai perëndon këtu që të lindë diku tjetër. Nëse e pe diellin duke ikur, mos qaj për dritën që po humbet, por bëhu gati për yjet që do të shfaqen në qiellin tënd. Profecia, kjo ëndër po të thotë se pas kësaj humbje apo mbyllje po vjen diçka që do të jetë 10 herë më e fuqishme. Ti po bën vend në jetën tënde për një agim të ri, që nuk do të ketë më as eklipse dhe as re. Kush duron natën e meriton dritën e mëngjesit. Dielli dhe hëna bashk. Mund të jetë një ëndër e bukur, por çfarë do të thotë? Kemi të bëjmë me takimin e dy fuqive të mëdha. Këtu po bashkohet drita me errësirën, mendja me shpirtin, burri me gruan. Është nevoja për ekuilibër. Sipas interpretimeve të lashta, nëse sheh diellin dhe hënën, mund të kesh mosmarrëveshje, mund të kesh luftra dhe ndoshta një shëndet të dobët. Por si shpjegohet kjo? Kjo ëndër është një thirrje urgjente nga shpirti yt. Dielli përfaqëson punën, logjikën dhe jetën e jashtme, ndërsa hëna përfaqëson ndjenjat, shtëpinë dhe botën tënde të brendshme. Mesazhi, universi po të thotë, ndal, ke harruar njërën anë të jetës, ndoshta po jep gjithçka për punën dhe po harron familjen, dhe këtu mund të futen mosmarrëveshje dhe grindje, ose po jep gjithçka për të tjerët dhe po harron veten, dhe këtu mund të futet ndonjë shëndet jo i mirë. Kjo ëndër të kërkon të gjesh mesin e artë, kur i sheh bashk, është koha të bësh paqe me veten dhe të rregullosh peshorën e jetës tënde. Paralajmërimi i një ngjarje të madhe. Në librat e lashtë të dijes, takimi i diellit me hënën tregon një ndryshim rrënjësor që po të troket në derë. Çfarë do të ndodhë? Bëhu gati për një lajm që do të ndryshojë statusin. Mund të kesh një martesë të papritur, një lindje fëmije, ose një bashkëpunim i madh që do të sjellë pasuri. Kjo ëndër thotë se fruti i punës tënde është pjekur dhe do të korrësh atë që ke mbjellë me vite, por kjo nëse dielli dhe hëna shihen në pamjen e tyre më të bukur. A do të kemi konflikt apo harmoni? Dëgjoni këtë sekret. Nëse dielli dhe hëna duken në paqe, jeta jote do të lulëzojë në çdo drejtim. Por nëse ato përplasen apo qielli është i trazuar, kjo paralajmëron konflikt mes asaj që të thot koka dhe zemra. Ti po lufton me veten, një vendim i madh po vjen dhe ti duhet të zgjohesh me shumë kujdes. Kush e sheh këtë ëndër nuk është një njeri i thjeshtë. Ke një lidhje të fortë shpirtërore. Ky imazh tregon se ti je gati të mësosh të vërteta që të tjerët nuk i shohin dot. Është koha të dëgjosh intuitën tënde, sepse në këtë periudhë ajo është më e saktë se çdo llogari matematike. Sipas mendjeve më të ndritura të botës, dielli përfaqëson veten tënde, atë bërthamën e pastër që ke brenda shpirtit. Kur sheh diellin, ti po sheh shkëlqimin e plotë të vetes tënde, po sheh se sa shumë vlen dhe sa shumë po ndriçon në këtë botë. Por kujdes, ka një sekret që pak njerëz e dinë. Nëse në ëndër dielli të duket i rrezikshëm, sikur po djeg gjithçka, sikur po shkatërron tokën, apo po bën keq, ndalo pak. Kjo do të thotë se ti po kërkon me çdo kusht të shkëlqesh, po kërkon praninë e të tjerëve, por këtë po e bën duke harruar veten. Po e djeg veten tënde vetëm që të shohin të tjerët. Universi po të thotë, shkëlqe, bëhu diell, por gjej ekuilibrin. Mos u diq për të tjerët nëse po harron të ngrohësh shpirtin tënd. Dielli është forcë dhe ti duhet të dish ta kontrollosh atë. Nëse të pëlqeu kjo video, mund t'i bësh like dhe ta shpërndash me miqtë tuaj. Ju faleminderit.